Ka nisur punimet për rikonstruksionin e fasadave në bllokun e pallateve të zonës së Sarreqit në qytetin e Shkodrës, të ndërtuara rreth 45 vite më parë. Ato tashmë janë pjesë e projektit të Bashkisë Shkodër për rehabilitimin e fasadave dhe të 20 pallateve të tjera. Ky projekt filloi kohë më parë me rregullimin e fasadave të bllokut të parafabrikateve përballë shkollës së ndërtimit. Qytetarët theksojnë se kjo ndërhyrje ishte e domosdoshme, pasi nuk do të kishin mundësi të realizonin vetë këtë investim me të ardhurat e tyre. 40 vjet. Qyshe a nërtu këtë pallat. Vlerësimi është shumë korrekt, se më thonë ka pas nevojë këtë vend për me ba riparime në këta pallate, se janë nërtu ka herë edhe kush nuk ka vu dorë në këta. Më thonë a gjaja më mirë që ka ba për i këtë qytet. Për mrena e kena të riparume, për jashtet nuk kena mujtë për me riparu. Më thonë që s'kena skele, s'kena gjana për me ba riparime. Jonë edhe vlerat monetare. Aktualisht punohet në 3 pallate, ndërsa ndërhyrja do të shtrihet edhe në pallatet e tjera të këtij bloku. Fillimisht Bashkia Shkodër e nisi projektin për rikonstruksionin e fasadave të 55 pallateve dhe pas përfundimit të asaj faze u vijua me projektin e dytë që përfshin edhe 20 pallate të tjera, pjesë e të cilit është edhe bloku i Sarreqit.